Hajdini me neve të kënaqem bashk. Po blek, Përshëndetje miq të mi kudo që jeni. Uroj dhe shpresoj që jeni mirë dhe po kaloni çastet e mira me neve. E ne sot do ju prezantojmë një fshat të vogël, të bukur dhe të lezetshëm, i cili ndodhet në komunën e Pejës, fshati Kamenica. Jemi në fillim të fshatit, i kemi shumë afër shtëpit, më do të më ju tregu që fshati është jetë i braktisur, pra nga ajo çka po shohëm, dikon 10 shtëpi mund të me kanë, por se a janë gjithë ato banuara, nuk e di. Në ftesë më kanë tregu që është fshat shumë i vogël dhe i braktisur. Gjithsesi do i marrëm pamjet e këtij fshati, rrugët, rrugicat, në fakt nëse ka rrugica, me që këtë kjo pjesa çka po e shihni është i tërë fshati Kamenica. Kaq, nuk ka më shumë. E ka një pamje shumë të bukur, është i rrethuar me male, natyrën e ka pra piktoreske. Era me ardhë në rrafshin e Dugaxhinit, ma shifni gjendjen, sa që po më penalizon edhe ka po foli, era është të fry shumë, e dini që shumë ja ka mërzi me gjiru mirë, po dëhet. Çka po komentojmë? Shtëpi kjo, e braktisur, shifet. Sa i mirë rrjedhja e ujit, përveç kësaj, uji është i pastër si loti. Ndodhemi këtu pranë visave, pemëve shumë të mëdha, këtu po du me qëndru, me qetëso trunin, sa bukur është këtu me qëndru, kështu veç vetë o vlla, mo kënaq. Perfekt është për ndryshe fshati, vetë se është shumë i vogël. Jem të e po një banor atje në rrugë, atë thrasëm nga këtë mësë po jashtë i jetët, e t'ja fronta. Sa e bukur kjo shtëpi, shifeni. Përshëndetje! Jemi me Kamir, a mundemi ju pyet diçka për fshatin? Fshati Kamenica. Si jeni, Dorontina? Ajni mirë? Mirë, Ajni lodhë që shpo kaloni? Mirë. Vjen mirë. Tu shoti Kamenica, unë që t'jem shoti ba, po jo bjeq me ta. A, nuk jeni banor i fshatit, po jeni koshëre? Kushe, Po. Jem kushe ta e kom doj. Kjo është e thoti ka gjem t'jashtë. Kështu e thash se më duk nga dyrt edhe mbothjes kështë e mbalkon, së s'shë mbothje. Kjo thotë. Thot. Si jo njashtë gjem. Edhe kjo është, edhe kjo edhe si thotë gjena një plak i plak, vjen e rinë e shkon. O, e ku rinë ata i një? Doj, ku pa he vjen për baki djekun posë, që ku po baki shu jashtë, mëse kajtë. Se s'pisho thotë. Që ajo shpi është pak ma vjetë, ajo është e thotë, ata tjeti kanë pështinë. Thotë, që ty, që ajo që të e bardhë, edhe është e thotë, i kanë gjemë t'jashtë. E sa familje mundet me kanë këtu qenë të banu? Valloj, këtu tash sa ka shkujmë t'i gjemë që edhe e thotë, i e dorë pej. Po ju hymë rem, po bojmë bajram. Po bojmë bajram që kemë tash, nërë. Edhe kjo është e thotë, ata në pej. Tash ka dojë ti. Që kjo është shpi, që ajo shpi është
baba i ty në është, i ka një 3.000, edhe grunë e kanë, që aty. Që e shpjo thot, ajo amenej. Që e shpjit e bardhë, është një plak e plak, apo dhe përim e 2 shpijë. E 2 shpija. Një 2 shpijë, ta shkujmë ma poshtë ka zëj. E pse ka orë shati në këtë gjendje? Pse është ka që i braktisëm? Po, këtë Shati është shumë i bukur. Po i mirë po ta që daj se ata shku këtë jashtë. Gjepti shku jashtë, pa punësi. Këtë në fshat, përveç ndërtimeve të shtëpisë, nuk ka diçka tjetër, edhe pomja, moli. Po, veç vi shpjej ka marru shkujnë, atje punu vi shpjej, vi këtu rrinë, pushime shkujnë, se këtu rrugët e vogla. Pa punësi. Me që jeni ju në megje kështu, si e mbon mend këtë fshat? A ka pas shumë shtëpi, a ka pas banur shumë? Ja, këtu ka pas, valla vi qëtu shpi si janë, tash që aty, apë që aty Po është. në fund krejt e moli. Po, e morë, që aty ka shkën që e morë are. Edhe që kjo morë shtash are shto, që kjo, që së shpi shtu, që kjo që së bada. Që është maru. Po, që tu dyja që si në konë, që është e maru. Që i ku këtë vjetra. Dhe që kjo si është, me që shtu. Kështë familje nuk është? Ja, së është iq. Që ajo e maru si shtu, edhe e maru pak ma herët, tash që ty është një bo pak ma ne për spëshit për shpia. Edhe e maru e rejtë aty ku në shpia vjetë, që e ku përdojë që ty. Ja që e maru, se është... Tash na me mujtë me i taku diko në i familjar, në i familje që është këtë. Unë po qëjtë Të dojtë, a? Po të doja Me të shumë. njëpshëm. Po, A ju kënë gjo dojve? Ja, Allah se dije. A di se zakonisht e kemi shpëritojnë kanë gjo ka dojtë. Po, ta na shkujmë, e thim dhe në zinun, e thim aty na parë, në reshona në që znej kofë, në e sa të Inshallah. Po, në Pa e një sa. gotuj se për kofe. Ja, në e kofë. Në ati ku qëllë të shpjame, po që shpjame, ka edhe si ke që tu një koqë, ka edhe. Jo nuk se di sa shpia të Jo, ja që natë, po ma natë, ne këtë kesh. Po, pasha zotë shpinë teme, po du me harrohet të po shpia qdo Jo, të... për si fik në fush. Ndëgjëm, une, kur po shkoj të familje jemi vizitu me maps po shkoj, se po e harroj edhe shtëpinë. Ani ka që na kemi shku, ka shkojmë me kemi shku të edhe shpinë A teme. di si ja bem, kur vin fshatin tënd me Po. xhiru, atëherë mpret të shtëpia ju. Po, që ka shkumë, pes, edhe vjene pili kofa, s'ka tu. E hajde tash po flasim për këta banurt. A janë mik prit sa kështu? Banurt? Vallaj, po. A janë njerëz të mirë? Po, mirë. Pyta që sa për që të doja se më shpes, po, e vish me gu është, si gjoni ka jashtë. Edhe, E kur është bon ky fshat, që sa ekziston, që kur ekziston ky fshat? unë në vallaj, kjo shate që shë e mojë men, Vina tu jetë shpejt valloj. në... Je mësoj, Ari ka- ki energji unë s'kam. Ari ka dole. Që unë për veti, to mojë men që si ku 8 vjeqë. Po, ç'është fëmijë? Po, 8 vjeqë, unë i kom po doj tu. Edhe që e shi ku po s'ma nëjtë, i do ma pu që ku po doj, të këtë të doj të resha me nonën, të ku 8 vjeqë. Nona e pas ka pas familjen këtë? Po, po, Veç i ka moth papuqet e Po, të familje. po, dhe, po, unë nuk ka dek, baba ka dek, ka herët ashtë s'kom, veç guni kom 6.000, po 3 kom jashtë, e këtu kom në të matë vogële grunë dhe 2 qikatë, që ati ku të bërë të vetë. Aty e për dirë të huj? Po. Qa ti besh? Që thojnë lindë në shpet huj e shkën në shpetone. Po që që tu është një shpi, që tu është një gru, ka 5 vizë më shku për jashtë. Këtu mund, A na folë kjo gruja? këtu nesë thotë të jetë. Po, edhe kjo ko me ecë njësëra? Jo, po ku ti bën letat, A, kur ti bën, Se me këtu ndova me ti fëmijë një. është. e që kjo është thotë. E që kjo, ajo në nej. Se ky fshat ka që i bukur kështu, me u braktis, Po ta shumë i lezet shumë fshati. që aftash, Qetësi. po ta apshe mu që kjo më rejtë. Sa e bukur. A ka marrë në familje këtu me jetu, ave që ka ndërtu E kështu? ka maru, a shku shoshin Gjermani, A, po, për pushime kur po, t'jen. ku të që kjo thotë, shku, ai, Po. mes me këtë shku për jashtë, që tu kam një doj, me gjuhë me Po. vetë, gjoni ka jashtë. E tash me ju pyet, çka mendon, çka po ndodh me fatin e fshatrave? Pse po braktisin ka shumë? Se s'ka parë. A ndodh që ka dhe po përja? him të aqo, Po, pa tjetër. A ndodh që edhe nga dëshira kështu, me që me eksploru vende të reja, po doja. Jo, dhe zinurën. Më shkaj pyetja. A A që i bojmë tjerat. që aty, unë që të leje.
Oj, zoti shpis! Gaja zënën më të mirin gjëmë. Qëtë në mundë, a? Valla po frynira, pa, që të behon e kim, a? Që e kim me këtë. Përshëndetje! Ta në të mirat i kem, kjo erë, ata cilët janë në rrofshin e Dugaxhinit e i stog e din kush ka kullën për toke. Çdo vit do të me ndru kulmin. Tje gullat në tokë. Hajde, zërë, hajde. Del një fladit në pak se ajri poster. Hajde, ta Po këpuj. frynë shumë. Hajde. Hajde ta shtregojmi. Hajde. Jo, si jeni? Familjen? Qysh po kalori? Qysh është me jetu në fshatin e boshatisër, dëbraktisër? Kemi halo, si jemi krejt bosh. Si jemi krejt bosh. Kemi Shumë halo. pak familje kështë, a? Shmi të regoj deri këtu, kjo nuk është, kjo nuk është, aja nuk është, deri të daja, shëpa të me? Deri të daja zënën s'pat familje. Kanë shku në mergem. Për një jetë matë mirë. Shpo jetën një, po, jo këtu perfekt. Këtu nuk o kesh. Jemi një ambjet, një fshat. Shumë është me bukurie natyrore, me ujë, me asgjë nuk na mungon. Vetëm se kem spitalet e këtu, po jeta që sesoj. A më beson që para xhirimeve erdha kështu për toke. A që rën pa disponim moment që ju në fshat, si ma jep naj stimulus kështë. Që këtu e gjelbrim natyrë të jepi, që sa gjelbrim? Kemi ujë, nuk është natyrë më thonë me thasira, pa ujë, pa... Ne do e këmi pa punë parës, adi pare me gjithë sa banur për i, këtu ishta si paraj. A ne adin pra me nga tregu sa banur jenë për afërsisht në këtë fshat që jenë rezident. Tash me hirën, si tu sa jemi të banuar. Ose sa familje. Ja, po se ta banuar veç me ikë të rënd, pak. Tu jemi unë veç me grunë, me plakën. Fjallin e tonë, ato, ka 30.000 nuse, ka shtu para një viti. Nuk më ka darë zemra, jo fort, për dëshirë, po, ju imponu. Mja prish nuk ko mujtë. Po hajtë që ta, provoj. Për të risa nuk... Për jetë më të mirë, se edhe këtu nuk ka qenë keq, o ko një punësum, po me tarna me do sene jo. Nuk jenë kontë mjaftushme. Jo, bashkë mjaftushme. Po bëhet familje, po zgjerohen gjonat. Familja ka nevoja më të dhaja dhe o femija, jo të ashtu me një rogë, nuk ka mujtë të imbulojt nevojat e familjes. Fshati ka Menica. Din me na tregu që kur ekziston si fshat para sa viteve. Jeni ju i lindëm edhe i rritëm këtu? I lindu i rritëm që 72 vite. 72 vjeqar jam 54. Po... Ka kjo para shumë vite, para ka ma shumë që 100 vite. Më thonë si kanë partet. On ma i banuar viteve më heret, apo gjithmonë kështu ka ma? Tu për shemë më tërgoj historikisht kanë qenë vetëm 2-3 familje, 2 shtëpi. Po tash parafërsisht po shihet i farë ndërtimi, janë rritë, janë da. Jo, parafërsisht kjo është maj populluar se në të kalume. Po, se për shemë këto 2 shtëpi, 3, ka qenë më shumë, Nga ato 3 familje, mandej... Jemi bo këta, por më shumë kemi tash për shembull banum në për qytete, në për botën e jashtme, se sa jemi këtu. Pra jemi një numër i kësaj lagje po gjaj madh. Po vjen mërgota, atmosfera. Po ngjallet. Jeta po ngjallet, po kënaqen, po rritë disponimi. Po të shpjendim veten ma kënaqësi. Për të vitë për shembull të rritë familjet, nuset, vajzat, djemë, jemi shumë kënaqur. Se kalojmë një jetë bukur, pushimet verore kalojmë shumë mirë.
dalim vikendeve, këtu kem natyrë, thash si kem natyrë, që gjelbrim e majmë, uj kem, ja, e majmë. Borën e paske bukur, hapësirë sa dush, mërgota knoqen. Këtu kur vinë luajnë, me thonë drejt, unë jam 17 herë babgjësh, Inshallah. se i kom 5 vajza dhe një djalë. Mos flas për edhe 5 motra tjera. Kur vinë këtu më bashku tonë, por nuk kanë mundësi, se nuk e kanë pushimet e njajta, se cili ka të terminet e vetë. Po, më bashku kështu për nëj gazmen, nëj dasem, nëj kështu, jemi numër, po gjaj ma. Më thonë, bashkoha. Banorët me gjithë një për atë sa janë, raport të keni të mira, apo shkoni të njën tjetëri? Shkojmë, vizitojmë për festa, për bajram, për dek, për dasmë. Tu jemi vllazni, me thonë drejt, unë jemi një vllazni, një gjaku, një trungu. Sa jeni për njën tjetërin, se ta shto e marë parasysh? Jemi të interesumë, paka shumë, po pak jetan. Po, dinamika jetës, po, jemi këto të isha me dojë. Jetëve se jemi marrë me bojësi, jeta ka qenë ma kalumen pak ma vështirë, po kina si jokon. E sot, tokat, Tokat, pa fuqi punëtore, toka nuk mund të punojnë. Mirë, po tash kanë njës njerëzit pak mi bashku edhe mjetët, merren me bojësi, para sa kanë fuqi punëtore, para sa kanë nevojë, i shfrytëzojnë. Tu, për shembull, 2 familje kanë mojnë bakti. Edhe sigurojnë ushqimin të kësaj. Po, jo po besoj keni toka edhe jashtë auburrit, kështu ara, keni? po kem. Ato po i shfrytëzon dikush apo i leni ashtu? Unë i kom shfrytëzu, me thonë vetë për veti, sa kam mujt, i kom shfrytëzu, Kam tash qenë jam për vetë mujt, nuk kam mujt, tash ja japi dikuj. Sa mos Sa mos me djerrin, si thonë krejt. Mos fare ide. A ka ashtu fryqen një javë kështu veç sot sot. Sot ja. Çka mendon çapo ndodh me fatin e fshatrave gjithandej Kosovës? Si e shihni ju? I braktisë më i fshat, ky fshat, tjetri. Si me thonë kalumen, po të thonë një vetë si thonë me një fjallë popullore pleqë. Shpia shumë e banor pak. Të kalumen unë e maja dhe në mend dhe sa se ku thashin edhe pleqë. Shpia pak banor shumë. Kur do ishim të rritin familjen, ne udov ke mija se gru një dhonë fjetje. E tash faleminderit standardi, kanë ndërtu njerëzit. Po, standardi, mirë shtëpia të bukura, po mbyllura, me qelës, jetojnë jashtë, vinë pushime, kanë bo për nevoja dheta. E shihni ju të arsyeshme largimin? Si e shihni? Jo. Do është me jetu në Kosovë me punu mundesh. Veç ai që gjindesh. Ishte edhe pak për krohja edhe pak këtu standardi, shumë. tash më mujtë të thomë krejtë si jem edhe mua në ku. Jes po Nuk anko. banë edhe ta në kohëm, që ashtu se Po e thajmë kështu but. jemi mirë, atë nuk jemi keq. Po ka ankesa, ka mungesa. Po fjalë për shumë të marrë të armat, si thamë edhe ma parë, se nevojat e familjes janë në kohën bashkore ma ekstreme, ma shpejtume, kërkesat të mëdhaja, shpenzimit të mëdhaja. Tash edhe fëmija ndjep i ka kërkesat e vetë. Fëmija ndjep, unë për marrë shemull një djallit e ishin vit parë, tash ka shku atje edhe nuk shkonaj su ko kem shku na me aponga, me qizbe, po donaj pak kështë e ka dhe shoqnia rrethin, i don umat, i don veshjen, solide, ma të bukur. Infrastruktura. Vetëm asfaltin e kishit. Kemi asfalt, kemi internetin, Si qëndroni? po rryma nuk o kesh mirë. Uj Para mjaftueshëm. lufte nuk kemi pas rrymë, tash i kemi trafon ton, jemi të pavarësuar, vetëm lagja jone që zën trafon ka rrymë. Mirë, me rrymë nuk jem kesh. Ndodh ndonjëherë që vjen dikush me ju vizitu si puna jeme? A dikush prej komune? Valla kanë ardhë, me thonë një objekt të kemë që aty një farë mollini, me thonë par 200-300 vite. Ta përmendni historikisht kohën e Bajram Currit si ishte kësaj në atë kohë. Thonë atë dhe ka deportuar këtu në atë kohë. Është ende. Ende është i renumi, pa me rëmetu. Kanë ardhë dhe kanë vizitu edhe mediat. Për shembull në Stenishi, ka ardhë komuna 5, kanë ardhë.
po ku është koku për rinovim, nuk mund ta di. S'po i him asaj dhe heq. Të pak të ne do i morëm pamjet, nuk e kemi A ishi se dhe i fshati larg është- atje? Jo, se për... me 5 hopa kësha me përfundu fshatin. Fshati i Po bukur. ani, po fshati i bukur, nuk është i Mu blag më pëlqen këto perspektive. fshatrat e vogla edhe që gjej familje të mira. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit për kohën, na bën halal nëse ju kemi shqetësuar. Allahu kof, që qëre, o knasi me jetu i lirë në vendin tonë, që përshua dhe pak boshatisër, po jo, që kem përjetu shumë mirë jep. Se unë isha me pjesëtar i luftës, ka ishi burgosur, në pasëm the, nuk po him aty në vujtjeve, familjeve, se kanë zonë shumë për këto familjet janë shumë. Thonë në gjakë, në krejtë e kalake, për me jetu për ljarë me madhë. E shpresojmë që do t'jetë edhe ma mirë dhe të ma mirë. Faleminderit shumë, po ikum ka dole. E falenderoj familjen e cila na i hapi dyert, na tregoi për këtë fshat të vogël të lezetshëm. Nuk e di se sa kemi me arrit me xhiru për gjatë ditës së sot mini tu e po erë, kiamet. Pa e provu që ta uj nuk mundem, ha? Shefeni, ajde unë të një fokus. Far uj poster. Këtu edhe mos me fol kur gjo, edhe mos me komentu, veç me marrë pamje. Ju knoqën syt. Hajde po vazhdojmë, jemi drejt fundit. Marire, po i vendosim dy sysa. Po se këtu është shati shumë i vogël edhe për atë po tham jemi drejt fundit. Mundohen disa ma shumë pamje me marrë. Pra, se që jeni të e po, shtëpi e mërgjimtarit e ka ndërtu këto për qefi, vjen verës, po shën, i kalën për aqë ditë sa i ka, a më duket jo, duke si qërshia. Egzofronori ri, fusha, si qeni të i po, tash bujëcia nuk është që punuat në këtë fshat përveç 2 familjeve, se të e marë parasysh se janë shumë pak familje, knoqën vëllojnë. Krytë rehat, sa ma pak aq ma mirë. Edhe një tjetër shtëpi, në fakt tjetër veç është ndërtu, a ndodhë që kanë me ndërtu shtëpi edhe kanë me u kthy, me që është pjesa shumë e bukur, ndoshta, inshallah, po shpresojmë. Neve na u duhet me trokit në çdo familje, në çdo, si janë gjithë ato, po që to çka janë. Me trokit edhe me u mundu me taku banor. E kem të vështirë. A trokitëm këtu? A është ta thuna i kosh? Shumë bukur. Jem të i po edhe një 2 bakti, pas kanë qitë në kolosje. Apo në të gjohë di kosh? Ma përpora në përgjigjet mu se zilës, o i zoti shpis. O i zoti shpis! Tash edhe era, mundën edhe mos me ndëgju se për një me plasën shumë dyrë. Dikush po ndëgjohet. Veç largohesh pak, derisa ti tregoj se jemi me kamirë nëse veç na del dikush. Pas ka marrë molli për erën në rrofshin e Dugaxhinit, kështu e kemi thuja se çdo ditë na. A? Mendon që ira, oj zoti shpis! Ja në vendin tem nuk më gjujnë, ja? Një me rrofshet.
Shërej kam këta. Peja i stëgë ofrin. Hajde po vazhdojmë që të mi drejt dhe në fund, a? Po e kërkojmë edhe mullirin për cilin na foli banori, po i morëm pomjet, ja pra fundi i fshatit. Vjen edhe keq më ju tha fundi i fshatit, po kjo është fshati. Jo kom paralajmëruar qysh në fillim, se e kemi një fshat shumë të vogël dhe të lezetshëm. A i ke marrë që ato bakti, më kënaqen. Në rregull. Qërshia, pa hi me hongër qërshia se lon. Po që sa jam të i lyp të virone. Hajde po shkojmë po hajmë qërshia, mandej shkojmë të mulliji edhe të nesh. E ku dira? Hajde. Të bof më mëzon në i kosh. Mësëm trana, ka e ko më re? Qysh mi au gjithë rrugën qërshia. Po me që emisioni thuja se është drejt fundit, pak të ha qërshia. Të bojmë pak ma interesant, të zgjatën disi. Hajde po provojmë, mësem të pënoret. Edhe e pytëm. Oj, zoti shpis! Oj, zoti shpis! Sa ti pas ka të? A shotë. Diçka do si ngjirë po nihen. E ko qenin, a? Qenit han. Oj, zoti shpis! E, thot në këstin. Përshëndetje, jam me Kamir. Si jeni? A i mirë Dorontina? A i një mirë, qësh më kaloni? Apo lodhni? A din me nga të regu diçka për fshatin? Pse ka që fshati vogël, ku jenë familjet, pse braktis fshati? Bubi shoqiken! Fshati është shumë i vogël, familje ka, po ju ndalë jashtë. Qështu? E si është me jetu në një fshat ka që vogël, me pak familje, ka që Kur kena këtu të kallëzon, ma mirë. Këna ka kallëzu? Po edhe une, po tash. Jam pak me misione, se dhe unë i kom djemë, të më ka ndalë jashtë, jemi me të qështu pak. Tash kem bet me bashkëshortën? Me plakun edhe me një djallë. Ajo është në shkollë, ka kry shkollë. Po punësu, mëritik, gjukat. Na qështu mere me lop, me fush, me... Sa lop i keni? I kem një 10. Kujdesën e vetë? Vetë, po ma Më nësh me adolë. Tash jenë edhe ato pajisjet. Po, mjetet, po qashtë. E ki plakun, e ki fjallin për... Burr? Sa ju e re, që shboj të plakun, me ndova më zvjehre. Ja, kam burrin. E ka është plaku? Vallaj që të kenë, është ju dalë të lopë, që sajdi E me shku bashka, mune me gjeta, po provojmë? Edhe po bisedojmë edhe me të, edhe deri sa shkojmë flasëm, me të pytë qërshia të kujna jënë. Qërshia që A jenë me juve? Po. Unë ndova me hykne me morë na i njo, se më ka me qysh fëmi kur jem konë, gjithë ka kom po, i kom shtu kështë. Po, ka qërshia, ka pëmë, është fshati mirë, është i qetë. Jemi me të pak që ashtu adhin vetun, ama është qëtësi, është knaqësi me nuk të në këtë fshat. Knaqësi e me u knaqë. Uj balë, të natë mirat janë. Uj si loti, Qashtu. E këshat kam bet në i shoqe, që shpe kalen i kuhen? Po, kem shoqe ka pak, ama mirë, shkojmë pim qaj, pim kafe të njona tjetra, qështu. E me qenë se kishët punë mjaftushëm, Qëtu i kom ljoft e mija. O ljoft e mija ma të mirat në katën. Kem mirë, e kaloj mirë me kujshi. Shumë Po si një gjitha ta, ta më puna, mos e kalu mirë. Sa banur janë nëse din me më tregu për apërsisht? Asha, zote, qitash për qitash. Ose sa familje, kështë ma letë? Familje janë 12. 12? Po. Dhe më thona kemi fillu nga atje, kritë në fillim fshatit deri këtë. Po, qëto është Mollini, si blujmë, po se kanë rejq hala, është në projekt, ama hala se kanë njësë. Kanë me renovu? Po, qashtë. Se është në gjendje shumë të keqe, Po. Se është shumë vjeqarë. Qashtë. Sa vjeqarë është din me më tregua ju?
Nuk vallaj, nuk di, me vjet Qend ka, është, po, shumë ka E vjet. ju që sa viti jeni martuar në këtë fshat keni orë këtë? Unë 31 vjet i kum bo me 7 janar. Në vetë një vite. Martes. Që nga dita e parë këtë, nuk keni Po. lëviz asnjëherë. Ja. A ka qenë kështu situata, kaq Jo. qetësi? Jo, ka pas shumë njerëz, ka pas fëmijë në shkollë. Tashti asnjë fëmijë në shkollë nuk është klasë parë, po do të thonë, vetëm 2 janë. Dhe ata shkojnë në shkollën Baran, a? Po. Interesante. Apo hym ka do të një, do të një këto drumë, do të një kështu, a? Jo po u knaq kana? Po, kanë me hangër, kanë me pi, kanë ball, po. Tash. Ama shumë po ju rrin gati, ti a burri? Vallajnë vërtetën, ma shumë komune. Po se jetë gjithë ditën në shpe. Gjithë ditën në shpe, burri del, djali del. Djali ka punë të veta, dhe Po. burri qashtu. Unë e ma shumë me njele, ju që i kurjesin mrena, se ta na herët nështë nuk mundë me ilshu. S'kem shumë, edhe i kem edhe do mrena vjeta. Amo që to janë katra i kom ciljelën. Po. Qumë shten e këto produktet, Qumshten. apo i shetni, apo... Dhe që ta është djath, po ta është shumë kohë në zetë. Po, E nuk dënë, Nuk e do dënë në nxit. zetë, ta shë dërzojmë të umlin. A e keni ndonjë pikë grumbulluse kështu, a? Po, e kem që të në baran, që të Shumë në rrugë Vranocit e kem. Po. Mendova mos e shesni kështu vetë, Ja. vinë familjet e... Ja, djatin e kum shikme për restorane, këtu në baran e kanë marë, e ta shti jo, ta shpiqoj të umen, se pak në zetë koha ta shti. E në nëzom kështu me bari, apo din? Ja qësë. Po, Po, pa isit krejt. mjetët krejt i kem. A, po punoni, apo e punoni token? Po, Se me që janë lopë të vetë e punojnë. po e punojnë, ama po e punojnë, i Po kem mbjellni diçka? kem disa akterë kolomaq, kem gron, kem tana i kem. Pana të mira. Po. Tamon jetë kështë në fshat bukur, qetë. Por qetë, vëllaj flajt kesh në të që me ditë që jam Ta para komprish- kamere. ta Jo, komprish jo, gjumën, ma bën qut kesh hallall. se tash lop ta dini kam këtu. Jera pak me ukut ashtë, është një parku, e qashtë. do në vëllë kisha flet. Apo shkojmë të qërshia, se nuk e harraj. O, që shia, Hajde të hajde mrinë e kënin. një që atë, të grimë caj. Po, na janë në kofë Jo një, po është dhe të kuqe. Ca i kanë hongëra? I kanë hangër zëjt ma shumë e motër, se Lea. nuk ka Po, kush mi para me hangër ndëje. Që unë i hodhe këto të verdhat, gjerenikat. A je thënë vje gjerenika? Kajsia, që shë thëni? Unë i thëmë kojësia. Po dhe se na i unë stoku akline sa peja mina i jam. thëjmë gjerenika. Unë jam ka unë akline sa Mhm. mina, me gjeni. Shumë Roj, se të po lagët. O, je, të më kanë hinë thash mos na i gjarë për nësë jem të po. Ka lagët. S'ka problem. Ushqimin e pas këtë vendin këtë, super mirë, e pas këtë një pjesë bukur të madhe tokës. Po, kem të ball kem. A me ndonë me rritë numrin e baktive a jo? Allah i drejten me të thonë që tu edhe për mdokën shumë, se imi me të shumë pak. Po dhe. Ta shte edhe me pas, me dasht, me lyp, me punu, se nuk po vjen kërkush. Po dhe vetë s'ja del, problem. Nihem. Qa bone më i dorën tim për 3 qërshia, ma logarike pas mi ble, po du mi kop kështë nga pema. Bio, s'po ju besoj këtyne qka jenë në treg. Ua, hajtë se ashtu kështu jem gjirime, edhe unë emisionin e kam në përfshatra, edhe me mu zhyt patikat s'ka rëndësi. Jo, mërë qëfar. Po këta ujtë postë, anë janë i pretive që qërshia s'ki dije. Anë. Kjo zonja po të kepja këti shokot, po që të ja jepjem. Nuk dhe ke marrë.
me ka konë dita mirë në qikë jam të knaqë. Se e mirë, se e dashme. Vetë se më the që shtë, më duk që e hongra Po plin. është frymë. Faleminderit që... E kishim Po ju jeni shumë zoja, më pej, dashtme, mikpritse. Kishim qitë fli, kishim knaqë. Djatha mazit, Ani, unë që ja kom dorën me qitë fli. Kompa në ty, më e kompa. Qa ta ma për me një kjo flinë? Kompa në ty në për emisione. Kjo e verë. Po është e verë. Edhe këto i hanën. Usë bofshin. Faleminderit. Unë i pëlqej, i ha shumë qërshijat, nashtë edhe që e kam ditëlindjen në qërshor. Kam lind qërshor. Kam lind qërshor, i dua qërshijat. Në fund të mujt kismet e kam ditëlindjen. Shnet, Inshallah. e me të në atë mirat në jetë. Amin. Që shqiqe. Ljumë të goja, faleminderit. Shumë. Veç të mija po ma uran edhe jo. Tejse, alo herët është. Po shkeputemi, urimi, faleminderit. Faleminderit. Kësmet. Po i pi pak në qërshi. Hoj një qërshia, dikush po më thirë. Kuku. A? Mron masa? Kuku. U po qka u po? E di si kush po duke po s'pe thanë. Pse po qesha i pushte? Hajde po i më rrim dë me thash po e mbushën një kise po. Ha? Pret. A, po e merë këtë mikrofonë ndë? Shkrepot, mësë. Ky pra është mulliri shumë vjeqar për cilin kemi folë qysh në fillim të emisionit, në fakt në fillim të intervistës me banurin e parë, që na ka tregu, është një kull e lezetshme, por që ka mbet kështu në këtë gjendje, si që dhe po e shofëm, për mbrenda të merë. Fjallë t'jen konë me ardhë, me investu diçka në të, me rindërtu, por ja që ende ka mbet në këtë gjendje se si është. Nuk mundem pa e komentu edhe pjesën e ujtë, shefeni. Këtu kisha qëndru me orë të tëra, aqë mirë që është, ujë shumë i pastër, qetësi, me pas shtepin këto afër rrjedhjes lumit ku po dhe ma mirë. Të po shkëm edhe që kneti morëm të pomje, veç po kam dëshirë me kalu kënej, por që do të një kujdes të shtu me pas me që një të e po pjesën e barit, para qëtë rrezik. Shumë bukur, a thu ku përthon të nërmëre ku lidhët ku uja ku shkana. Edhe kjo është fundi i fshatit. Andi, vërtetoj ose është fundi i fshatit. Por, po shkojmë po këthejmë edhe njëherë se e lam zojën tjetën aprit, veç ta është i marrë shpejt po mjetë edhe ta komentujmë. Edhe zëgjt. Sa zëgjt i ki? Kom 150. Mashallah, 150. Do i kom shu jashtë. Do janë aerlatu i qelë qështu, ama që do janë. Si është shumica. kujdesi?
Po, do të mjë qitë me hangër, me pi ujë. A dojnë kështë kujdes të vazhdueshëm? Po, non stop, valla do të mjë qitë. Nashte 2 herë, 3 herë në ditë ju qes. Po, tash me ngjes kur zgjoni shkon Mas pari. të zësht apo në luftë? Mas pari të zësht, i lëshoj zësht, i qes me hangër. Atër ka dale pi një kafe, shkoj të luftë, shtoj njeli. Shumë grupën tore e Zoja. Këne 150 zëgj, a një i pote dhe copa lop, apo? Plus punë të shpis, Sos punë të shpis, kopshti, tana. kopshti se harru luftë. Qashtë, faleminderit shumë. Unë ju dëshiroj punë të mbarë, faleminderit që na pranut, ishte shumë knaci. Faleminderit shumë. Miru pofshim. Miru pofshim. E Faleminderit. tjetër herë kur vish me flinja, me bufë, Kësme. me Ta me flinja. Dy soqa, një ne, një këne. qashtë. Kësmet. U pofshim për të mirë, inshallah. Miru pofshim. Me shemi pjesën e fundit për mbyllse, për shëndetjen me juve, jashtë adyre. Me qëtemi jemi në familjen e një mërgjimtari Abaz Berisha. Faleminderit shumë për pritjen. Përveç kësaj jam mbledh edhe disa banorë të tjerë, edhe po e shihni se çfarë pritje të mirë na kanë bërë këtu në fshatin Kamenica këtu në komunën e Pesë. Fillimisht mërgjimtarët kom qef me i pyeta më mirë këtu atje. Ja, më mirë këtu, kur të mundëm këtu është më mirë, po ka të unë i mirë, më kanë një mu mi bu si të usane, dhe unë bashkë me katonarë, vëlla, djemnis, të fshatit i kom, edhe s'paka shumë që të usane qaj këm bu që të i këm bu me ta. Jetën e kom shumë më të mirë këtu si sa atje tash, në benzinën jam, dhe i rrinë në fshat, që të me këta dvasnin, ka 4-5 muj, atër në shi shkoja për në Gjermani, dimnit, rrim të thmija mija dhe viva të mena. Në Gjermani. Po. Sa vite u bënën që jeni në Gjermani? 65 vjetë. Gjermani e jëm e i 7 në senë. Jëm Gjermani, për vinë 56 vjetë. Ka qenë periudhë vështirë atëherë për Pa i ka juve? qenë atër vetë, Me praktis fshatin? pa i qysh se konë fështirë se vetën jëm konë atje, pa thmi, pa shoqe. Gradualisht kanë ardhur dhe familje. Po, masa në një këpër dhe thmin, edhe i kam 2 thmi, grunë, atje, enë të ashtë herë atje herë ka, Në lëvizje. televizje. Shumë mirë. Shëndetin e paske, Po, jam tash bile veç ju mirë. kanë mbetë do ditë me u knoq. Sa të jem kësmet. E vërtet. Çka ju pëlqen mas shumë ti kur veni në fshat ose çka ju shtyn me ardh mas shumë ti në këtë fshat? Pa i këtu më Përveç fshin, bukurive u borri shtëpia, veglat, më pastaj kalojmë tek pa më pjesa e tërhekin vllaznia më ardh, familja këtu si Familja. këm pas, po shrejt e babës, vllaznia këtë, kom që më ardh me ta, më presin mirë, e qëj mirë me ta, dhe mundona sa të munda mirë, më mirë, mi shumë me ta. Ama shumë po të presin apo i pret, se sot na pritë Jo, shumë mirë Jo, njëve. vallahi, këta më presin ma shumë ma mirë, si sa une, se une në levizje, më herat e herë më presin mirë, faleminderit për tyne, e kam shpirtin në këtë fshat. Sa të mundë që Ka ndryshu diçka fshati para disa viteve dhe sot? Viteve kur je kon ma i ri, sa je kon fshat këtë? Ma i jem konë, po o kjo në konë, ma aktiv fshati e konë që tash të vallahi jemi me të pak krejt. Më bani mend për afërsisht sa familje, numri më i madh i familjeve që u kon brenda në fshat? Pa i pasha zotës di që me tonë, dhe që ne ma t'i dalin, dhe që kin pas shumë familje,
Stash jemi Por krejt që, pak. a e din çka më pëlqej? Një fshat i vogël, i lezetshëm me njerëz shumë të mirë dhe mikpritsa. Sa që dikon ora ka shënu 17 dhe nuk dojnë me mblo me u kthy. Kjo ka rëndësi, se fshati mund të më qenë shumë i madh, po njerëzit më interesojnë se si janë. Njerëzit vallojt mirë janë këta vllaznia, dojnë i du, nërojnë ditë e natë, edhe unë sot mund ata temë kom qef me i nërua, që mirë me ta. Shqiptari këto e ka me qenë bashkum. E qëftu, hime dalim, hime rrime. Në pedotën. Pedotën jemi. Shumë mirë. Po kalojmë tek pjesa e veglave, jam të e po një numër bukur të madh, vegla që tregojnë se si kanë jetu familje dikur. Çka ju ka shty me i mbledh, me i vendos në muri, ka bukur kështu? Si ka lind ideja? Për çfarë? Erdha unë dola si një farë benzioni, dhe se dova me këta vllaznin tu që tu me dinin, me sylin, me zënunin, një rama është, edhe i bashkum këto sa në kush ka pas, vetat mi ka dhonë, jonë ata të furqit, grabujat, si atë fenere, shara, që si sene, i bashkum edhe i nova që të më mi patën e së tje. Është një ide shumë e mirë, mos me harru se si kemi jetu dikur. Edhe kjo në fund të ditës. Tash kur po vinë fëmija për i gjumë, po thonë qka ky bab, qka ky, po duhet mja spigu çfarë roli ka lujt, po. Çfarë roli ka lujt. E po mundohem sa të. Çka thonë fëmija? Si ju duket? Fëmija, po mirë të kjon, po. Apo ju thu fëmijëve, a kishit mujt ju me këtu vegla, me jetu, me punu? Po shazot të sti. Unë nuk i di gjysmën, është shumë e vërtet. Por që, si dihet jetës, nështë ta kthejmë prap këto veglat? Alla zbot për më këtëja. Se? Më kua i në shkua. Nuk kanë ditë më mirë, o du. Më s'ka kanë mujtë. Ata është i dalësanët ma atleta, ma më mirë. Ma të dërshë. Qka ju veçën, juve si fshat, për çka njihni? Tash kur t'ju thëmë unë njerëzve kam qenë e kam e nicë. Çka me ju thonë? Unë jemë rrjedhe për një familje ka pas shumë intelektual, shumë tërsi unë, nga nërë qatat e shirëdhëm, baranë, vranët, buqanë, qëllapeke, këmene, kur i lagje nuk ka pas ma të shkullumë si këmë pasë. E vitë 54, 5, pasë nitën, po su që në baran, ne i kem pas mësus të parë të kam një të ta është ka djemë, kem doktora, kem inxinjera, kem arkitekta, kem njërë, kem magjistra, njërë, po, edhe diasporën e kam marrë shumë të. Do thotë nga ky fshat kanë dalë njerëz të përgatitur profesionalisht. Kem ndonjë fytyrë që na e njohum, që është e njohur për publikun, që është në shërbim? Shërbim tash kënde se ka dalë në pensionar, është Mon Berisha, unë drejtori i drejtoratit të arsimit. Kemi Alit Berishin, në i taj inxinjerë o një bevis për banim. Kemi tash i ta djemë paksirë materi, është magjisër Rem Berisha, figurë njëftë. Ka tash në gjati, arkitektë në gjati është. Ka plët, ka tash me hi për emën, ka kallavlak ka. A ne mësusat të para, po në Abdul Berisha, për shambull. Qau ushi, me gjerif, cajsen, ka pas. Po, po ca më vënd, riktasir elita e pare, e arsimit. Përmendet edhe ikjen e rinis, po du me ndalë pak të kjo pjesë, me marrë mendimin e ju, se e sheni ikjen masive, po e thamë kështë. Ikjen masive, po, unë për shambull i kam 4 djemë, 2 kanë diplomu, edhe nuk mujtën me gjithë vetën, pa pas dikonën, në punë s'mujtën me edhe u dytë, unë e ka marrë mëkimin, 5 djemi, ka 5 të atje. A bazë kemë si me familje komplet jenë në tjerë. Shumë familje të tjera, ti fshat. Shumë familje. Ma shumë kemi si i ndalë në pej, për shambull, ta qka e konë shkullum, kanë marrë banesa, kanë bje shpia, i ndalë në pej. Për shpinë, gjakullën ka, në plinë, po mërgimi
që tash fuqinë punëtore mërgimin e ka marrë. Jem të ri, ka marrë mërgimin, ndalë në Gjermani, Zvicër. Ata cilët e kanë braktisë fshatin, që mendon një ditë, ka gjosa me u kthy me vazhdo jetën këtu? Ai se ta penë ujtë e shtetit, ai ka problem u kthyje. Në kom vlaun, për shembull, si u dalë, ai e ka shpinë, ka krejt, sëtë ke 5 minuta, edhe shembull, për me ata se ka plot tjerë, vinë. Në artë, sa ta i fort, hajde mundet me arë, po në qëtë grim tukë, si e ka, edhe ikë në pronë, shkanë në pej, a vjen një javë, a vjen edhe 3 ditë. Ati fshatrave, si do mbetet? Ndoshta vetëm pjesa më e shume ka me mbizotru, rinia. Që për para në kemë kesh me seb, në metë, që ka vëtë Pera Maria, ku fikon këta baranit, ashtë në plesin e metë. O, jem tafert në veti, e kuptojmë një tjetrin, vinë këta, kemë inxinera së kur abazi, vinë, u në epin pak. Një shtytje, një vullnet. Një vullnet, pa në sfikune, se jo, rinia në ka ikë. Inshallah jeni për shumë vite edhe knoqni bashkë. Për shumë vite kemë, qysh, mija, se fëmija ta mojnë shatën, mija bojnë zhurë, mija nuk e thonë të ka herë vish me kënuë. Jo. Shumë dëllët, rinia në ka ikë. Fuqia punëtore u ikë u dalë në jasmur. Ka si në hirën punë këtu, amo jasmura që të pak një lezeti si ne ka mojnë. Për toka ka bujëcia nuk po ju pyetëm, a? Toka Apo punohet a? Heq. Pillore, po, punohet toka, ato pillore u i kemë bëllë për me rritë, ta në frujtët i bënë, me svec, me qka ta mjëllë, shtanë. Ka prej familjeve që mbot vetëm nga punimi i tokave? Po, ka familje, si me kemë të Qa kultivojnë? pasën, svec, lapën, këtu, pësën, ta në artikuj këtu. Do një histori që e ka fshati që ne nuk e dim. Sëri, përnë, Qa që ja vlen me cek në pikat shkorta? sëri, gatë luftës, para luftës, mas luftës, kur. Histori do një goj dhenë, Bëjdhane, mundë me folë. ose që kur ekziston fshati, para sa viteve? Shati, ja, shati është shumë vjeqara. E vite 1870, kujtej, si në arpe i Bricë. Rëpojës, shati i Bricë, në brincurë thirë. Na, kema do këshëri, në shishë në brincurë dhe ata. Po këthejmë të mërgjimtari prap. A e ki ndërmend me u kthy përfundimisht, me e lonë Gjermanin? A i besoj që dikur duhet me këthy, veç momentalisht jo met atje e kam, veç mu për me qenë shumë mëlla këtu, unë do të rri këtu, sot. Tu e paske zbukuru me shtepi, me o barë. Sa kemi mujt, ja kemi një mëllën me vjetë diçka. Po e pyetëm edhe nusën, ku i pëlqen ma shumë? Apo pritëm kemi ardhë, kur po e merë një rrugën për Kosovë? Ku i pëlqen ma shumë me qëndru? Vëllaj, soj, E kjo më mora najtë të përgjigjen se më keshëm e njëherë. E nejtë e fëmijë, atë një pambesa, po besoj kemi. Vëllaja dhe këtu është mami njerëvi si s'po më të jem oratu, se trupin këtu me të atje, të fëmija, që po bëhet në vend të ujë, po bëhet që të shka. Që Allah Zoti ka ndu. Inshallah, e fëmija kështë, a e ka në herë ndërmend me E u kanë kthy? ndërmend fëmija për më këthy një vinë pushime, Po rregullisht pushime, vinë, po, ndoshta, Po e pasha zotin hinë punë tash edhe ku marrë me hinë punë këtu, po thojnë hajtë edhe i senë këto bonë që 30 vjetë fëmija atje. është kriju jeta, rreti, Po. puna. Tana jënë atje tash po pojtojnë edhe ta milshu marë këtu. E sot punën duhet më bërë gjek dhe në babën shpesër më mirë. Sa kemë sukses nuk e dije. Edhe me u kthy pas kanë ku. Po. sa Mirë, kemi këto mujt. mirë atje. Po mirë. Ishte shumë kënaqësi me qenë sot në një fshat tradicional, po e them kështu, njerëz mik prica. Faleminderit shumë për pritjen e mirë që na e keni bërë sot. Ishte shumë kënaqësi, na po largohemi dal nga dal.
Faleminderit fshatit Kamenica këtu në komunën e 5. Faleminderit edhe juve shikues që ishit edhe sot me neve. Lem takim për fshatin e radhës deri atëherë. Mirëmbëngjes.